duke, po sakt, duke vetë numru, si me thonë në një vend, sepse A ki kalerun e erë, ata në hipodrom, fillan me rrjedh dinamika kështu. Pika fillestare, pika ne. Na kemi dalë pika ne, ata kanë me në zero. Se kanë le kalerimin, që s'kemi president. O, s'kemi president që në zhjedhe. Problemi është pikërisht të figura kalerimin. Nuk dënë me njoftë rezultatet e zgjedhjeve. Dhe sepse opozita dëshiron me bllokuan vazhdimsi, siç bllokuan vitin e kaluar, siç bllokuan këtë vit. Dhe duket, tash ky është mendimi im, që si shoqëri ndoshta ka qenë e nevojshme ta kalojmë edhe këtë fazë, sepse historikisht presidentët, siç e thash, gjithmonë dhe ju referove edhe lëvizjes. Ku s'keni shkuar? I keni bojkotuar pjesëmarrjen në zgjedhjen e presidentit gjithmonë. Me argumente, por jo. Ne nuk e kemi dërgu vendin në zgjedhje. Në atë ku PDK, LDK, lista serbe kanë qenë bashkë, e kanë zgjedh presidentin. Ne kemi qenë kundër, sepse kemi qenë kundër emrit të përveçëm për arsye që janë publike. Rasti tjetër ka qenë presidenti Aja Joga, ku po ashtu vota jonë nuk ka qenë vendimtare. Dhe ne në atë ko nuk... Ti kishtë pas 41 deputet në ato situata, jo e kishtë dërgu vendin zgjedhje. As këta asnjoni... Dibran, as këta asnjoni si kam pas 41. Po kam preferu me u bo me listën serbe, PDK-ja, LDK-ja... A i kanë 41, kanë opozita. Jo, në gjdo moment, jam bo bashkë me listën serbe. Edhe në kuvend, edhe në kuvend, kur ne kemi dash të kalojmë projekt ligje të rëndësishme, kanë qenë blok të gjithë bashkë, PDK-ja, LDK-ja, lista serbe, AK-ja, të gjithë bashkë, me na bloku me shtypun që kanë qenë të rëndësishme. Duke që si shoqëri, fatkeqësisht, është do është me kalu ndoshta dhe këtë proces, që me po se pozitat shtetërore, po janë çështje e kompromisit, e kompromiseve parimore, por jo çështje e pazareve, të cilën e kuptojmë drejt, A ka një kompromis që e ka bo vetë vendosja në raport me opozitën prej që janë pushtet 2021-ën? A dini një diçka që e ka bo një kompromis vetë vendosja në raport me opozitën për 2021-ës dhe i sot? Kompromisi... Një diçka ku keni thonë që ta po ja bëjmë një kompromis opozitës. Kompromis, e para. A ka një diçka? Po ka. Kompromisi e para është një trajtim me respekt në rreth të parë. Kur bën kompromis është trajtim me respekt të institucioneve. Sepse nuk bëhet fjalë për prona private, e as për interesa shumë të ngushta, bëhet fjalë për çështje të rëndësishme. Kompromisi që ne kemi tentu ka qenë me liru pozitën e kryetarit së kuvendit. Na dërguan vitin e kaluar. Jo çka keni provu. Një diçka ku keni thonë që mundi më thonë duhet të jetë vullneti duanshëm. Ja bënë opozitës këto. Si më thonë, ja dhanë opozitës ja bënë ne. Zgjedh presidenti. Fal, a ishte çështje kryetarit të vendit vitin e kaluar. Profesor Blerim, fal. Edhe po e përmbylli. Për të pas kompromis duhet të ketë vullnet të duanshëm. Për të arritur vullnet të duanshëm, secila palë ofron diçka, tjetra pranon ose kundërshton, kërkon diçka tjetër ose jep një propozim ndryshe. Në rastin tonë, ne kemi qenë të gatshëm të heqim dorë nga pozita e kryetares kuvendit, kemi qenë të gatshëm të marrim seriozisht propozimet e partive të tjera, kemi qenë të gatshëm të bashkëqeverisim me LDK-n duke ia dhënë vendin e 2 dhe 4 ministri. Pra, këto janë disa, kemi qenë të gatshëm të tërhekim propozimet tona, të tërhekim zotin Glauku Njufca dhe zonjën Fatmire në mënyrë që të hapim hapësirë për parti tjera. Për të arritur kompromis, më pakta që ka mund të bëjmë parti tjera, ka qenë që të deklarojnë. Nuk e dëshirojmë këto, mendojmë që kjo nuk është korrekte, mendojmë që duhet kjo ose ajo. Për të arritur kompromis duhet të ketë biseda të hapura. Për shembull, supozojmë që vetë vendosja e përsërit sërish rezultatin historik të 28 dhjetor. Shpresoj se atëherë do ta marrim përfundimisht. Pra mbetet që nëse vetë vendosja i ka 57 deputet, 43 deputet tjerë do të jenë opozitë. Unë besoj që do të ketë një vetëdijsim përfundimisht të opozitës që të kuptojnë që vullneti i qytetarëve duhet të respektohet. Jo, por se qytetarët duhet ti respektojnë edhe ti bindin me programet e tyre që i tatë në fillim. Unë aty të kam kundërshtar, po të lutem më shumë pengo, se po du me qeverisë. Jo, edhe ai shembulli që morët nuk ishte ashtu korrekt. Jo, nuk është ashtu.
politika... Ama ble, për shembull, në raport me LDK-n, vetëvendosi ka dhënë, ka bërë disa hapa. Për shembull, ja ka dhënë 4 ministri, zëvendës kryeministrin, kryetarin e parlamentit. Është friksu LDK-ja. Se ke shkuar. Ti zoti se po du marrëveshje klasike politike. Vetëvendosja ta dhata, çka ka dhënë? Edhe PDK se kemi ofruar pozitën e kryetarit të vendit. Shumë pak edhe ofenduese për PDK-n. Po mirë, po ka mund të thënë është pak. Këto që ju po thoni pak kanë mund ata të thënë është pak. Politika reale, për te frazave morale, është negocim i interesave. Interesave. Që kjo është thelbi kompromisit. Problemi është Albin Kurti, po të ndishte këtë logjik, do të thotë, i ka fitu njeri 51%, e ka qeverin komplet. Çka është doshtë me bua? Që po të kalzoj. Mja dhonë në opozitës... Që po të kalzoj. E kje krejtë qeverin. Si asë një kryeministër tjetër ki kontrol të plot me qeverin, se nuk e ke ndo pushtetin me kërkan. Po s'ki nevoj. Se ke fitu zgjedhjet. E keni shumicë parlamentare solide që mund është me kalu. Me konë vend ti, i kështë thirë dy këtu. Presidenti është i jujtë. Bënë e cili dëni që vë. Jep me 3 kandidatë. Jo, se jo keni shku me i den. Ja, bim një emnat për nyshe. Se ti po menon që LDK-ja edhe PDK-ja janë ashtë të morë edhe ashtë naiv sa me propozu për kandidat. Po pëse se propozu? Po kush është kandidati? Se ju është dasht me dhonë postin e presidentit, qysh është dhonë gjithë. Pak më falë, ne kemi kërkuar emra duhet me japë. Albin Kurti, po të ishte fleksibil. Pse ne e kemi bo publike emrin të Glaukon Jufces? E kish kry. Se nuk e dim nga kush janë emrat. E kish kry natën e vitit 3. Jo. Po s'ka qenë serios. Albin Kurti ka qenë gjithmonë serios, edhe Lëvizja ka qenë serioze, sepse ka mendu, edhe grupi jon parlamentar ka qenë serios. Ka mendu, shiko, oni shpartallova këta, edhe këta tash nuk kanë çka bojnë tjetër përveç se duhet të vinë edhe të thonë po, zoti Kurti, ne ta votojmë cilin do që ti e kandidon për president. Pikërisht se ne jemi serios, edhe trajtojmë institucionet me seriozitet, ne nuk mund të themi bani ti këndush president. Klasu ka tem që bërë. Kjo qasje që nuk ishtë me thonë. Grek dhe vjetër e qujnë qastin e vëllitshëm. E qujnë kairos. Ju e keni pas momentin e vëllitshëm natën e vitit, një natë pas vitit 3. Nuk e keni marrë seriozisht. E keni hup. Keni leju me rrjedh koha e opozita, sa më shumë që janë largu zgjedhjet e sa po mbajtura. Një pyetje të thjeshtë. Kronologjia të demanton. Sepse ato 5-6 takime dhe komunikimet e pafundme. Që 2 vjet jeni tona terrorizu, në thojza, me temat njëta. Jo, po dhe ti për përsëri. Nuk jam për fajtori. Ka shku një ore emisionet e po thuj fajtorin ju që na detyron njëve çdo natë me humor me tema. Ti e përmendë natën e vitit 3, minutën e 5 të emisionit. Minutën e 50 emisionit pra me përmendën natën e vitit 3. Po se po na marrin rreth. Tash menoj që këtu je ka bën hapa dhe tash unë e quajta si opozit pishmanxhike, duke pas parasysh krejt veprimet e saj dhe mos veprimet, sepse kemi të bëjmë me mos veprimet opozitës.